Sekretaria Albright nuk ka pasur këtë lloj drejtësie në mendje kur ka iniciuar krimin e ish-tribunalit të Hagës kundër Jugosllavisë ose ato të Ruandës. Kështu që mua kjo më është dukur vetëm thjesht si një fajsim kolektiv për shkak të faktit se akuzuari ka qenë udhëheqësi i UÇK-s. Duke qenë se i kam parë nga afër liderët e UÇK-s në përmale, në përbjeshk, dhe mendoj që asnjë person tjetër jashtë UÇK-s e ka pasur këtë mundësi, duke pasur një ide të mirë të funksionimit të UÇK-s. Unë për 3 ditë me radhë kam parë nga afër se si janë sjell ata, se kush ishte përgjegjës, kush ishte komandanti, kush ishte mbështetës, duke pasur këtë lloj njohurie dhe duke ditur se si kanë qenë zhvillimet, unë vërtet mendoj që kjo ka qenë e gabuar. Kjo nuk është drejtësi. Unë nuk jam jurist me profesion, megjithatë kam të drejtë të shfaq dhe të them me zë të lartë opinionin tim.